Interi arrin finalen e Ligës së Kampionëve pas një fitore spektakolare në Giuseppe Meazza kundër Barcelonës, me rezultatin 4-3 pas 120 minutash lojë. Sfida nisi në mënyrën më të mirë të mundshme për zikaltrit, të cilët kaluan në avantazh në minutën e 21 me Lautaro Martinez dhe dyfishuan shifrat në fundin e pjesës së parë, fal një penalltie nga Çalhanoğlu. Por katalanasit nuk e kishin thënë ende fjalën e tyre të fundit, të cilët në pjesën e dytë bën të pamundurën. Në minutën e 54, Eric Garcia ngushtoi shifrat dhe pas 6 minutash, Dani Olmo riktheu baraspeshën. Në minutën e 87, Rafinha shënoi dhe golin e tretë për katalanasit me shpresën që vulosi çdo gjë, por ishte Acerbi ai që në minutën e fundit riktheu sërish baraspeshën duke çuar sfidën në shtesë. Pas 90 minutave ishte radha e shtesave për të dhënë spektakël. Në minutën e 99 ishte Fratesi që përmbysi sfidën për herë të dytë, kësaj radhe në favor të Interit. Pjesa tjetër nuk prodhoi më gola, me Interin që arrin kështu i pari finalen e Ligës së Kampionëve në Mëni, aty ku do të pres fituesin e çiftit Paris Saint-Germain Arsenal. Mediat në Itali janë në qiellin e 7 për këtë kualifikim të jashtëzakonshëm përballë Barcelonës. Inter mitik fitore fantastike në finale, shkruan La Gazzetta dello Sport në faqen e parë. Inter mitik shkon në finale pas 120 minutave të çmendura, shkruan Corriere. Interior ishte titulli i përzgjedhur nga Tuttosport.